Nëna e Mark Samson, filipinasi që vrau 22 vjeçarin Ilirian Asula, ka pranuar se ajo ndihmoi të birin të fshihtë te krimin. Gjatë marrjes në pyetje, ajo pranoi se ndihmoi 23 vjeçarin që të pastronte njollat e gjakut në shtëpi, pasi masakroi me thik të rinë shqiptare. Ajo përballet me akuzën e bashkëpunimit në fshehjen e trupit të pajet, një vepër penale që parashikon deri në 3 vite burg. Ndërkohë, në urdhrin e arrestit për 23 vjeçarin, gjyqtari nënvizon ftohtësinë dhe mungesën e ndjeshme për kryerjen e krimit të rënd. Në ditët në vijim, avokatët mbrojtës të 23 vjeçarit pritet të kërkojnë një ekspertizë psikiatrike për Samson. Të hënën, qindra qytetar, miq familjar dhe student të Universitetit La Sapienza i dhanë lëmtomirën e fundit Ilari Asulës, studentes 22 vjeçare, që u vra nga ishi dashur i saj filipinez, 23 vjeçari Mark Samson. Para se të vriste Iliri Asulën, ishi dashur i Filipinas Mark Samson ishte përpjekur të shkelte privatësinë e saj, duke i shkuar në shtëpi pas ditën e 25 marsit, kur 22 vjeçaria shqiptare nuk ndodhej aty, e duke u përpjekur të merrte kompjuterin e saj. Kjo do të ishte arsyeja që më pas Ilaria shkoi tek ai në rrugën Homs në atë mbrëmje, ndoshta për të kërkuar llogari për atë ndërhyrje, por nuk u kthye gjallë. Mediat italiane shkruajnë se ai kishte rrëfyer pistën e xhelozive, por djali me të cilin Mark pretendonte të shoqërojë Iliria thotë se nuk e ka takuar kur studenten vetëm, se kishte shkëmbyer disa mesazhe. Ajo që del tani është se vrasësi ka mbajtur telefonin Ilarias për një javë, aksesi i fundit në të cilin ka qenë në orën 00:40 të datës 1 prill. Ajo u kishte shkruar të njëjtat mesazhe miqve: "Jam në Napoli, po argëtohem por kam humbur trenin", duke ju referuar pra mundësisë së kthimit në Terni, siç e kishte premtuar prindërve. Gjatë gjithë dëshmisë, ai është përpjekur të distancojë prindërit nga kjo ngjarje, por autoritetet kanë nisur hetimin për nënën e Mark Antonio Samson për bashkëpunim dhe fshehjen e kufomës.